Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Zakt Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu azza wa jalla thot në librin e tij: "Wa ma arsalnaka ila rahmatan lil alamin." O i dërguar, o pejgamber, të kena dërgu ty vetëm si mëshirë për të gjitha botrat. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç kanë thënë shokët e tij, nuk ka lënë të mirë pa e udhëzu umetin drejt saj, dhe nuk ka lënë rrugë të gabume e të keqe pa ja tërheq vërejtjen dhe mundu me u largu umeti prej saj. E nuk ka dyshim se pasi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja transmetoi muslimanëve besimin e pastër, i cili fillon me shahadetin. Ajo ishte fjala e parë në të cilën ai i ftoi njerëzit: "Kulu la ilaha illa Allah tuflihu." Thoni nuk ka të adhuruar tjetër me të drejtë, nuk ka të adhuruar të vërtet përveç Allahut, do t'jeni të shpëtuar. Gjithashtu ja mësoi edhe namazin. Dhe ja mësoi namazin me të gjitha detajet e tij. Dhe në namaz i mësoi se si ti luten dhe çfarë ti luten Allahut subhanahu wa taala. Shpesh herë kur imami e zgjat të shehudin, disa vëllezër vinë dhe pyesin: "Na marrunën duat." Të shehudi shumë i zgjat dhe nuk po dina që me bë dua. Sante e kena fjalën për një lutje të cilën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka mësu shokëve të tij, siç tregojnë ata vetë, dhe thojnë se këtë lutje na e ka mësu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur na e ka mësu suret e Kuranit. Dhe suret e Kuranit nuk të lejohet ty si musliman as me shtu dhe as me lanë mangut në një fjalë, apo edhe ndonjë shkronjë. E kështu edhe këtë dua të cilën e përmendim tash, e kanë mësu musliman prej tij, ashtu siç e kanë mësu Kuranin. Dhe gjithashtu i ka thonë: kur të jetë dikush prej jush në uljen e fundit të namazit në teshehud, le ta lexojnë këtë dua, pra le t'i thojnë këto fjalë. Ato fjalë janë: Allahumma inni a'udhu bika min adhabil qabr, wa a'udhu bika min adhabi jahannam, wa a'udhu bika min sharri al-fitnati al-mahya'i wal-mamat, wa a'udhu bika min sharri fitnati al-masih ad-dajjal. Kjo lutje me këto 4 pjesë, disa prej dietarëve kanë thënë është obligative, nuk është sunet, është obligative me u thënë në teshehudin e fundit. Dhe këtë fjalë kanë thënë sepse porosia e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka qenë kjo: kur t'jeni ul në teshehudin e fundit të namazit, thojeni këtë dua. E kjo fjalë e tia, thojeni, don me thonë urdhën. Dhe kur urdhnon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam diçka, atë ajo është obligative për muslimanin. Çfarë don me thonë kjo dua? Kjo dua fillon duke u drejtuar Allahut subhanahu wa taala: o Allah, kërkoj strehim tek ti, kërkoj mbrojtjen tënde, kërkoj që të më ruash prej dënimit të varrit. Dhe varri është etapa e parë e ahiretit. E muslimani shpreson që me kalu këtë etapë lehtë, ashtu që ajo që vjen pas saj të jetë edhe më e lehtë. Është një pjesë e botës së fshehur, pra e asaj që është bota e ahiretit. Uthmani radiallahu an një ditë po rrinte menushëm, dhe dikush prej sahabeve kaloi prej tij dhe i dha selam. Uthmani radiallahu an i marrën apo i zhytën në mendimet e tija, nuk ja kthej selamin. Pastaj më vonë kur e pyeten, i tha: isha duke mendu për jetën e varrit, për varrin, sepse ajo pjesë është pjesa, etapa e parë e ahiretit. Prandaj dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili e ka tregu se muslimani
njeriu në varrin e tij, ose e kalon lehtë, ose e kalon jo lehtë, i mëson musliman që në teshehudin e fundit, e teshehudi i fundit në namaz është prej momenteve ku pranohet duaja, që me fillu këtë dua duke kërku strehim mbrojtje prej Allahut subhanahu wa taala ndaj dënimit të varrit. Pastaj vazhdon të thotë: wa a'udhu bika min adhabi jahannam, min adhabi nar. O Zot, kërkoj strehim tek ti, kërkoj mbrojtje prej tejet, prej dënimit të zjarrit. E nuk ka dyshim se ai të cilin Allahu e mbron prej dënimit të zjarrit, ai është fitimtari i madh. Njerëzit shpesh herë mendojmë se fitimtari i madh është ai i cili ka ndonjë biznes të suksesshëm, apo ka arrit grada të larta të shkollimit, të pozitës, të pushtetit, ndërkohë që Allahu subhanahu wa taala thot: "Faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-janna faqad faz." Ai i cili shpëton prej zjarrit, është i larguar prej tij dhe futet në xhennet, ky është fitimtari i vërtet. Pastaj vazhdon duaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam: "Wa a'udhu bika min sharri fitnatil mahya'i wal mamat." Dhe kërkoj strehim tek ti, o Allahu im, tek prej të keqes, prej sprovave të kësaj bote dhe të botës tjetër. Qofshin ato gjatë jetës, qofshin ato në momentin e vdekjes dhe qofshin ato pas saj. E të gjitha këto muslimani e din fort mirë se askush nuk i ka në dorë përveç Allahut subhanahu wa taala. Prandaj ti drejtohesh atij në këtë moment kur pranohet lutja me këtë dua që të jesh i rujtun prej të keqeve dhe prej të keqes si në këtë botë ashtu edhe në botën tjetër. Pastaj në fund të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wa a'udhu bika min sharri fitnatil mesihid dajjal." Dhe kërkoj mbrojtje tek ti, o Allah, kërkoj strehim tek ti nga sherri i sprovës së Dejjalit. Dhe Dejjali është një e vërtet e cila do të shfaqet para se me ndodh kiameti. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu dhe ka thonë: "Qyse ka kriju Allahu tokën dhe njerëzit, nuk do të kalojnë kjo botë sprovë më të madhe se sa sprova e Dejjalit. Një njeri i cili do të pretendojnë se ai është Zoti dhe do t'i sprovoj njerëzit aq shumë sa që ka me pas dhe musliman të cilët kanë me elan islamin dhe kanë me ndjek këtë person i cili pretendon se është Zot." E zemrat e njerëzve janë dorën e Allahut, prandaj muslimani i lutet Allahut në këtë lutje që ta mbroj nga e keqja e sprovës së Dejjalit, sprova më e madhe e cila ka me kalu njerëzimi. Lutim Allahun subhanahu wa taala të na mbrojë prej këtyre të katërve për cilët ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Preferohet që muslimani me mësu këtë dua. I ka vetëm 4 fjali të shkurta. Dhe i t'jesh i sigurt se nëse e marr një copë letër pranë vedit, një ditë, e 2, e 3, e ta lexosh gjatë të shehudit tënd, t'jesh i sigurt se ke me mësu këtë dua. T'jesh i sigurt se do t'jetë i mbrojtun dhe i pranum tek Allahu subhanahu wa taala. Allahu azza wa jall, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, duke tregu se kur robi i lutet Allahut 7 herë që ta mbroj nga dënimi i zjarrit, zjarri flet dhe thot: "O Allah, ky robi joti është të kërku mbrojtje prej mejet, prandaj jepi atij strehim dhe shpëtoje nga dënimi im." Wallahu ta'ala alam, sallallahu ala nabi.